atëherë ushtria bëhet gati që të futet në Mekke. Dhe po kështu përgatisin dhe elefantët, dhe elefantin më të madh. Dhe bëhen gati, por elefanti bie dhe ulet sikur se ulet deveja. Dhe nuk pranon që të përparojë të ecë përpara. E godasin, nuk ecën, dhe kur e çojnë dhe e kthejnë nga Jemeni, pra nga rruga nga e cila kishin ardhur, ai fillojnë që të lëviz. Kjo përsëritet derisa Allahu Azza wa Jall dërgon ushtrinë e tij të përbërë pra nga zogjt, sikur se tregohet në këtë sure. Nderuar vëllezër musliman, motra muslimane, kjo histori e jashtëzakonshme, pra kjo mrekulli, është para përgatitja për ardhjen e profetit sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam lind pikërisht në këtë vit. Lind në vitin e elefantit. Dhe arabët, dhe jo vetëm arabët, por popujt gjithkund ku janë, zakonisht kohët e tyre dhe historinë e tyre e masin me ngjarjet e mëdha. Duke qenë se kjo ngjarje ishte ngjarje e madhe jashtëzakonshme, dhe arabët kishin kalendarin e tyre, kalendarin elefantit.